serbët në Kosovë po bënin një genocid të papar. Pra, është një shprehje e Bill Clintonit e prillit 99, i cili thot se autoritetet serbe mblidhnin qytetar fshatar në territorin e Kosovës dhe i dignin të gjallë dhe i varrosnin në përvarre masive. Është e thënë shprehje nga Bill Clinton. Dhe deponimet që bën generali Clark gjatë gjykimit që u bëhet autoriteteve drejtuese të UÇK-s është shumë i qartë. Ai thotë që Serbia ushtroi genocid në Kosovë, NATO ndërhyri në Kosovë për shkak të këtij genocidi dhe ishte e domosdoshme, pra u gjykua e domosdoshme që NATO duhet të hynte në Kosovë dhe të bombardonte për të shmangur këtë genocid.